Në orët e para të martës, Nicolas Sarkozy, ish presidenti i Francës në periudhën 2007-2012, u paraqit në burg për të nisur dënimin e tij 5 vjeçar. I ka përdore me Carla Brunin, ai përshëndeti mbështetësit që e pritën me brohoritje pranë banesës së tij në Paris, përpara se të hipte në makinën që e çoi drejt burgut Sante. Vendimi historik e bën Sarkozy në ish udhëheqësin e parë francez që burgoset pas luftës së dytë botërore, pas rastis të Marshal Philippe Pétain. Gjykata e shpalli atë fajtor për komplot dhe përfshirje në një mbledhje të paligjshme fondesh për fushatën presidenciale të vitit 2007, që dyshohej të kenë ardhur nga ish udhëheqësi Liban Muammar Gaddafi. Në një mesazh të publikuar në rrjetin X, Sarkozy shkroi se po hyn në burg si një njeri i pafajshëm, duke e cilësuar vendimin si padrejti dhe procesin si politikisht të motivuar. Ai u lirua me akuza se përfitimit personal, por u dënua për komplot me bashkëpunëtorët e tij të afërt të organizimin e skemës të financimit. Çështja Libia ka përfshirë Francën në një nga skandalet më të mëdha politike të dekadave të fundit, ndërsa shumë figura të larta të shtetit francez dhe Liban janë hetuar në lidhje me këtë aferë. Dënimi i Sarkozy konsiderohet një precedent i fortë për transparencën dhe përgjegjësinë politike në Francë.